8 persona janë arrestuar në Durrës pas arratisjes së bujshme të Altin Docit, një ngjarje që ka tronditur rënd sistemin e sigurisë dhe ka nxjerrë në pa përgjegjësi serioze institucionale. Mes të arrestuarve janë zyrtar dhe punonjës kyç të shtetit. Pranga ka rënë krye infermieri i Spitalit Rajonal të Durrësit, si dhe zëvendës shefi i komanduari i policisë. Ashtu, janë arrestuar edhe 5 efektiv policie që kishin në ruajtje dhe shoqërim të burgosurit gjatë vizitës mjekësore. Konkretisht, të arrestuarit janë Aulon Çuko, krye infermier në Spitalin e Durrësit, Desdemon Pazaj, zëvendës shefi i policisë, si dhe efektivët Dorian Saraçi, Sal Ferollari, Prenk Marvataj, Fation Baçi dhe Aranit Çela. Ngjarja ndodhi mesditën e djeshme kur Altin Doci i akuzuar për një sër veprash të rënda penale, përfshirë vrasje dhe pjesëmarrje në organizatë kriminale, u arratis nga Spitali i Durrësit, ndërsa ndodhej në shoqërimin e policisë së burgjeve për një vizitë mjekësore. Altin Doci po gjykohet në disa dosje të ndryshme për krime të rënda. Së fundmi, në tetor të vitit 2025, ai u dërgua për gjykim nga SPAK si pjesë e organizatës kriminale, ku akuzohen edhe vëllezërit Çopja. Doci ishte arrestuar në kuadër të operacionit të bujshëm Plumbi i Art dhe konsiderohej person me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore. Ai akuzohet se ka marrë pjesë në masakrën e Bradasheshit, ku mbetën të vrarë 3 persona. Sipas hetimeve, gjatë qëndrimit në pavionin e infektivit, Doci ka mashtruar efektivin që e ruante, duke i thënë se kishte nevojë të shkonte në tualet. Në momentin që ka dalë nga ambienti i kontrolluar, ai ka përfituar nga mungesa e masave të forta të sigurisë dhe është larguar me vrap. Kur efektivi ka kuptuar se i paraburgosuri po arratisej, ka qelluar në ajër me armën e shërbimit, por pa arritur ta ndalojë. Pasi ka dalë jashtë ambienteve të spitalit, Doci është drejtuar drejt parkimit. Atje priste një automjet tip Audi A7, me të cilin ai është larguar me shpejtësi nga spitali. Sipas policisë, targat e automjetit rezultojnë të jenë denoncuar si të vjedhura disa ditë më parë. Autorët që ndihmuan arratisjen e Docit dyshohet se ai kishin planifikuar gjithçka në detaje për të mos ngritur asnjë dyshim. Modeli i makinës nga e cila ishin vjedhur targat dhe automjeti i përdorur për arratisjen ishte i njëjtë, Audi A7. Policia e Durrësit dhe ajo e Tiranës dyshojnë se Altin Doci fshihet aktualisht në kryeqytet, ndërsa vijojnë kontrollet dhe operacionet për lokalizimin dhe kapjen e tij. Por kush është Altin Doci? Ai ndodhej në qeli që prej majit të vitit 2020, i arrestuar me urdhër të SPAK në kuadër të dosjes Plumbi i Art. Në atë kohë, Doci u akuzua për vrasjen e 4 personave, 2 vëllezërve Besmir dhe Viktor Haxhia, si dhe Dorian Shkozës dhe Angelo Avdis. Këto akuza u ngritën mbi bazën e dëshmive të ish bashkëpunëtorit të drejtësisë Klevis Alla. Më vonë, pasi dëshmitë e tij u konsideruan të pavërteta, Altin Doci u shpalli pafajshëm për këto vepra penale. Megjithatë, ai nuk u lirua nga burgu. Emri i tij u përmend më pas nga Nurettin Dumani si i përfshirë në vrasjen e Andi Zylyfit dhe në disa atentate të tjera si pjesë e bandës së Çopjave në Elbasan. Ndërkohë, Erion Alibeje ka akuzuar Altin Docin si të përfshirë drejt për drejt në masakrën e Bradasheshit, një nga ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit. Arratisja e Altin Docit, e ndodhur në mes të ditës nga një institucion publik dhe nën përgjegjësinë e drejt për drejt të shtetit, ka kthyer vëmendjen tek dështimi i protokolleve të sigurisë dhe përgjegjësia e atyre që kishin për detyrë ta ruanin, një arratisje që nuk është thjesht një ikje, por një alarm serioz për funksionimin e shtetit ligjor.